Me këngën Qyteti I Vjetër I Elton Dedës dhe Guaparia vjen Rona Nishliu. Që pranë kam Ti janë zbet Ngrohi këmbët e mia të zbathura që ecën vetëm drejt Ato pa drejt Ku e ti djarë Me qytetin ishëm shoh Humbëm gjithë qka që deshëm Ajo nuk dhe Që bajnë bine hodhën dhe son E vetë me ti përbal meje E vrarë është të ndran Nga I sytë tu për gjumje se dua Ata që vlen Me zërin ton Për randon a ken Në të qytet të vjetë Sono innamorata di Margarita Che è la femmina più bella da un frascà La scurta tua capa al concertino Poi spicciamo fa sentire cantare Ma ho bevuto un bicchiere vino Perché stanotte voglio un tu segà Cosa sai, sta serenata Io sono innamorata di Margarita Che è la femmina più bella da un frascà La sputa tua capa al concertino Perché stanotte voglio un tu segà Ma ho bevuto un bicchiere vino Perché stanotte voglio un tu segà
Guapparia. Okej. Fredi, e nëzore pistoletën? Unë e dorëzoj në hyrje. Si isë boletini. Tashti, për mendimin tim, Rona pati një interpretim përgjithsisht mjaft mirë, edhe si thush demonstroi qëndrueshmëri vokale, një zë i plot, qëndrueshmëri intonative, dhe sidomos aftësi interpretuese të cilat unë do të nënvizoja ato që ajo shfaqi në këngën e parë të Eltonit, që tentoi, si thush, që t'jepte një version, një model tjetër të ndryshëm nga i ekzistuesi. Kështu që për këto unë mendoj që interpretimi i saj ishte mjaft i mirë. Zerina. Unë dua t'i bëj të ditur publikut që pjesëmarrësit, konkurrentët tanë që janë nga Kosova kanë qenë krejtësisht të pa kanë patur shumë të vështirë për të hyrë në karakteret e tyre. Kështu që për mua është, duke ndjekur provat, për mua ka qenë surprizë që ata e kanë dashuruar këtë këngë. Rona, personalisht për ty dua të them që ti je një vajzë me personalitet shumë të qëndrueshëm, në shoqëri ke hyrë mjaft bindshëm, më duket se dhe tek publiku po hyn bindshëm. Të përgëzoj. Toni, më fol pak për këngën e parë. Jo, unë përgëzoj se më në fund dhe kullerët i arritën të këndojnë këngë napolitane. Gjithsesi, për këngën e parë, unë duhet të përgëzoj Ronën për një version drejt variantit të vetë, original. E përgëzoj për frazat të cilat i ndërtoi bukur, dhe mbi të gjitha që ajo bë pjesë e historisë për çka flet ajo këngë, që kjo është një këngë gjeneratësh, nuk është këngë thjesht një histori romantike midis dy njerëzve. Kurse për këngën napolitane, Rona vazhdon të Shpëtimi. Paraqitje tepër serioze në fakt, fillon bindshëm një natë, e para, përgjithsisht e kemi thënë që të parat e kanë pak vështirë, sepse emocionin e kanë më të madh, publiku, le të themi, domethënë, nuk është edhe aq i ngrohur, domethënë në fillim të një spektakli. Rona ishte vërtet bindshëm në të dy interpretimet. Faleminderit. Hajde bëjmë pak më shumë analizë, të më trego natyrisht publikut më shumë. Momenti parë që u vendos që do të këndoshin këngën napoletane, ja pati një kështu. Tashti, si të flet ty ky gjak mesdetar, le të themi, në këtë shfaqje? Po fillimisht, kur vetëm ajo është vendosur dhe më herët, po kur ne e morëm vesh që kemi me këndu këtë natë këngë napolitane, mu do merr pak sa vështirë sepse janë këngë cilat na nuk e kemi ni asnjëherë. Ndodh disa këngë që janë pak sa si himne, domethënë të asaj pjesët me zeut. Mirë po, kjo këngë për shembull që e kam marrë unë nuk e kisha ni asnjëherë dhe thash mos nuk do të mund ta realizoj, nuk do të mund ta jap maksimum për vetes time. Domethënë edhe për të kënaqur edhe publikun, mirë po. Në për ti i kënaqe. Dhe këtë e bëri Rona Nisliu që mbaron konkurimin. Olca Spata. Ndoshta tek una tek ti, në buzë tek çdo njeri, ajo e fshehuri, e di. Më jep një buzë qeshje, jo kërkova fare pa.
nu, li sembrò più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, ma improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai, e una catena ormai che scioglie sangue dentro vena. Caruso. A che fa? Toni. Po, unë e kuptoj egzaltimin e publikut, normalisht që... Me ju e ka hasa për të. Okej, Ishte element shumë i mirësjellshëm, ironie e le. jo, nuk është ironi faktikisht, por unë dua që të flas përveç anëve të mira që kjo vajzë sigurisht i ka dhe ju i Vlerësonit, desha të thoja që në këngën e parë, megjithse ato e këngëtuar një këngëtare shumë e madhe si Elsa Lila e kështu gjërash, mendoj që ishte pak e bërtitur, të them. Dhe Olsa duhet punoj shumë me notat që janë lartë, sepse mua më duken pak të bërtitura. Kurse te kënga dytë ishte vërtet një ekzekutim i shkëlqyer i kësaj mrekullie. Verina. Olsa sonte ke ndryshuar shumë, qoftë në pamje, qoftë në krehje, qoftë në mënyrën që ishte më rëndësishme, në mënyrën e interpretimit, në mënyrën e komunikimit me sy, me publikun dhe me gjithçka me kameran. Ke një marrëdhënie shumë delikate me mikrofonin dhe u përpoqe natyrisht, thash që u përpoqe për interpretim. Të përgëzoj. Fredi. Unë është e vërtet ajo që tha Eltoni, në lidhje me këngën e parë, do më thënë vetëm një fjalë që ka këtu Elsa Lila. Mirë po, ka disa këngë cilat kanë disa vështirësi, si thuash, specifike, dhe aty kërcimi që bën melodia në refren është e ti, kërcimin altë, tira-rira, është shumë i vështirë për të kënduar but. Dhe atë ka arrit ta këndoj but Elsa Lila, e cila është një këngëtare që dallohet, si thuash, që edhe notat e larta prapë është e but, edhe me një farë eksperiencë dhe me një talent natyral të lindur. Dhe unë mendoj që është një vështirësi shumë e madhe që ajo të këndohet ashtu siç është kënduar nga këta që janë fare të ri. Ndërsa mendoj që në këngën e dytë ajo Olsa do të thonë shfaqi tër potencialin e saj që është për tu përgëzuar, si thosh, për atë çka na dha. A e di, jam jashtëzakonisht i lumtur, më në fund, pavarësisht se shumë pak ne e bëm edhe Fredi Kaçanari të këndoj. Po s'kishte si të mos ndoshte se kënga është e vet. Mos më Fredi se pas ke një zë shumë të vogël. Mirë atëre, Saraç. Unë kam bërë një pakt në fakt me gjithë këngëtarët që këndojnë sonte, dhe e kemi lënë që është ditën e parë që kemi filluar punën që në qoftë se këto do stonojnë pak, unë do t'ju them në transmetim. Jam i detyruar, dhe unë e kam bërë me gjithë, i kam thënë që unë do t'ju them që keni stonuar. Në fakt ka ndodhur te kënga e parë, te kënga e dytë na emocionove me shumë të drejtë, domethënë na emocionove se bëri interpretim shumë bukur. Pate një performancë, sidomos në sjellje me mikrofonin për një profesionisti, kështu që bërë edhe gjëra shumë bukura, po edhe një defekt, po i cili kalon normalisht. Ne do të bëjmë sikur nuk i kemi dëgjuar gjithë pjesët e para të komenteve tuaja, do të mbajmë vetëm pjesën e fundit. Caruso është impenjim shumë i madh, siç e thanë ata, e përmendën edhe të qëndrimin edhe të kënduarit prej profesionisti. Është im thuaj ti si u ndjeve, për ne ka shumë vlerë të dim si u ndjeve ti në të gjithë kompleksitetin e qëndësisë tënde atje. Mos më thuaj mirë, shumë mirë, pak se të marr shpirti. Sot u ndjeva më sigurt kur hipa në skenë. Po në skenë, se në gomar nuk do hypje ti.
Dhe i hoqa pak emocionet e tepër tash që kam, frikën dhe kaq. Nuk më të thot fjalë të tepërta. Faleminderit, mbaron Orça Sfata Kongurimi.